Shqipëria, sipas kryeministrit Edi Rama, duhet të bëjë gjithçka që të mos humbë shansin për të ruajtur ritmin e rrugtimit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Në një takim me të rinjt, kryeministri u shpreh se puna e nisur prej vitesh, tashmë ka sjellë frytet e saj. Por pyetja që duhet ja bëjmë vetes është sa kohë kemi. Është hapur një dritar, ose më saktë është hapur dera. Por dera mund mbyllet. E rëndësishme është që ne mos bëhemi sebeb që të mbyllet dera. I pyetur nga të rinjt për korrupsionin, kreu i qeverisë shpjegoi se zgjidhja nuk është vetëm dënimi i personave përgjegjës, por zhdukja e tij si fenomen. Shumë shpesh ne ngatrojmë, njerëzit e ngatrojnë korrupsionin me thjesht persona të këqij që duhen marrë edhe duhen quar në ferr dhe pastaj ne do shpëtojmë. Jo. Vetëm kjo nuk e çliron një vend nga korrupsioni. Që një vend çlirohet nga korrupsioni, duhet që korrupsioni të mos jetë një shërbim. Largimi të rinjve nga vendi për kryeministrin nuk mund të frenohet, përsa ko jetojmë në një vend të lirë. Ka një mënyrë për ta ndaluar këtë? Nuk ka. Se po të kishte do kishte ndaluar tjera. E para, e dyta, çfarë mund t'i thuhet një të riu 20 vjeç që ka përpara gjithë botën në celular. Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se integrimi i Shqipërisë në BE sjell mundësi të barabarta për arsimin, duke nisur nga pagesat, shërbimet apo tregu i punës, njësoj si studentët europian.